Nëse kemi për shembull sy të skuqur që na kruhen shpesh dhe për shkak të alergjisë apo ose për shkak të alergjisë ose po le të themi për shembull ku nuk shkon dora dhe neve mund të kapim dhe të prekim kapak të syve e dashur pa dashur e infektojmë atë. Kjo vazhdon që të na shkaktoj atë konjuktivitin, për shembull një skuqje të konjuktivës nga brenda të syve, dhe ajo her pas here sikur na bezdis, sikur na vret, sikur kemi një rër në sy e kështu me radhë. Ose kur lexojmë gjatë dhe syt sikur na japin një lodhje të brendshme, atëherë mundet që të vepronim në këtë mënyrë. Atëherë, duam të bëjmë një kompres për shembull, për sy të lodhur të skuqur, që irritohen, kruhen, djegjen. Atëherë, po, marrim afërsisht në 0.5 litra ujë. Ja që ta shikoj dhe publiku. Po, ne mund të hedhim një lugë kamomil, një lugë gjelle çaj të gjelbër. Çajin e gjelbër e përdorim sepse në rastet e irritimit këtu, vështirësohet edhe qarkullimi i gjakut. Dhe çaji i gjelbër së bashku, le të themi, me lulet e tërfilit, do të na ndihmojë më së miri, jo vetëm në qarkullimin në qarkullimin e gjakut, por pa diskutim ka vetin tërfili të forcojë enët e qarkullimit të gjakut. Si thua, nuk kemi më tendencën, ja, i hedhim këtu. Dhe ujin e nxehtë. Tani, kjo jo vetëm për kompresa, po kjo mund të pihet edhe si çaj apo jo? Mund të pihet, bëhet një çaj i mrekullueshëm. Atëherë jo mbushe s'ka asnjë. Derisa bimët pra të mbulohen me ujin. Pra, në këto raste, përgatitja e çajit, ky infuzioni që ne bëjmë, kërkon një kohë mesatarisht 15 minuta. Që ne të përfitojmë nga ky çaj të paktën 50-60% të fitokimikateve. Nëse do ta përdornim 2 herë për shembull, atëherë ne do të theksonim që herën e dytë mund t'i hedhim sa gjysma e sasisë ujit. Tash si do të veprojmë për shembull për ta ripërdorur edhe një herë. Ripërdorur gjysmën e sasisë ujit. Atëherë, po të vim këtu për shembull tek çaji i parë. Shiko sa fillojnë ngjyra që të thellohet. Nësa këtu është një ngjyrë floriri e lehtë e hollë, por edhe kjo me kalimin e kohës do të forcohet. Atëherë, çfarë mund të bëjmë me çajin e dytë? Pasi e kemi lënë 10-15 minuta, ky përsëri është i ngrohtë. E hedhim në një pjatë, marrim një garzë të pastër, pa diskutim, e zhytim në atë çajin, e njomim dhe vendosim mbi sy. Kjo le të themi qëndron kjo napa 2 minuta, pastaj rizhytet në çaj përsëri e kështu me radhë. Pra mund ta përsërisim 5 deri në 6 herë. Nuk do t'i shplajë më syt, vetëm mund të bëjmë këtë gjë. Sikur nga çaji neve të heqim pak për shembull, 1 cc ose 2, dhe t'i hedhim si pika në sy për një shplarje të tillë. Pra edhe brenda, jo vetëm. Edhe brenda, po. Kur e kanë përdorur shumë njerëz, a di çfarë më kanë thënë? E çuditshme, në mëngjes, këto më ishin mbushur me një si krip të bardhë, që unë me të vërtet, kur e përdorja kështu tek dora që e shtypja, thoshe, sikur ma vriste dorën. Për çfarë ishte ajo krip e bardhë? Mbas përdorimit të këtyre kompresave 4-5 ditë, ajo shikonte shumë herë më mirë, më pastër, më qartë, dhe sigurisht ajo neveritja, që sikur kishte rërë në sy dhe kjo duhet i fërkonte syt, sikur kishte rënë diçka në sy, asaj ju shua. Pra një pastrim. Pra, kur t'jeti ftohur, i pikojmë 2-3 pika në sy, po thoni. Po mund ta hedhim për shembull, po një lugë kafe, më e hapim pak syrin kështu. Ajo shpëlarës është. Një shplarje bëjmë. Kamomil ka, tërfilin edhe çajin e gjelbër. Dhe është e mrekullueshme. Tash çfarë mund të ketë qenë ajo? Po ndoshta për shembull, ndoshta kjo ka filluar që të na toksifikojë ndoshta edhe krimbat në sy që është një tjetër problem. Po, një tjetër problem. Pra, shije si filloj që të forcohet ngjyra. Pra, me kalimin e kohës, të jemi të bindur që ngjyra e çajit këtu, pa diskutim. Ishte ujë i vakët, se po t'ishte edhe më i nxehtë, do ishte procesi më shpejt do të shpërbëheshin ato. Kjo puna e krimbave në sy, doktor, ne mbaj mend shumë kohë përpara e kemi trajtuar.
Por që shumë njerëz kanë kuriozitet si mund të jenë krimbat në sy, si mund të shkojnë aty, si mund nga e marrin, nga e kanë, le themi, ndotjen ose toksifikimin me nga duart apo? Në pjesën e ballë, hund, mollzat e faqes, tek të gjithë njerëzit qarkullon një lloj paraziti që quhet Demodex. Sa herë njerëz nuk duket ai lëviz si nën lëkurë, nga njerë ne shikoj me dermatoskop edhe rrugën që a i bënë, për shembull, daljet e ti shumë i imët, i bardh, po pa diskutim, dhe kur ullet rezistenca e organizmit, ky lulëzon, pra gjallërohet dhe fillon që, sidomos në këtë pjesën këtu, të filloj të japi shenja e të krojturave të fort, njerëzit duan të futin gishtat në hund, sikur është turjel gishti, që nuk duhet ta bëjnë këtë gjë, fillojnë ta kruajnë hundën nga jashtë, po kështu edhe syt. Atëre, këshilla më e mirë është kjo, kur këta kanë kruarjen e hundës të kapakëve të syve, më mirë shtype një hudhër, kaloj rrethe për qark vatrës, sepse toksifikon parazitin në këtë mënyrë. Dhe menjëherë do të gjej një qetësi të mrekullueshme. Ju po thoni që të gjithë njerëzit e kanë këtë pjesën të prekur nga këtë lloj parazitësh, po kush është më aktiv, kush ka rezistencë më të ulët? Më aktiv është ai që është me rezistencën e trupit më të ulët. Pra është, si thuash, organizmi në një luftë të vazhdueshme me këto lloj parazitësh, po jo vetëm këtu. Ne kapëm këtë me që më drejtuat pyetje. Po, me që ju thatë që krimbat në sy dhe duket si term i frikshëm për publikun. Po, atëre, edhe përdorimi ose lyerja e kapakëve duke i mbyllur syt dhe duke i kaluar atë hudhrën e shtypur, na ndihmon shumë mirë edhe në toksifikimin e krimbave nëse njeriu ka në sy. Shenja që jep janë shkruajrja, apo jo dhe skuqja, kruajja, bezdisja. Skuqja, parehatia dhe si lodhje shikimi. E ndryshe mund të përdorim edhe këtë... Po që mund t'jetë dhe kjo shenje krimbave. Po, patjetër. Është edhe kjo matergona, farat e saj, hidhen mbi pllakën e sobës së ndezur, edhe aty dëgjojmë, nëse kemi, dëgjojmë kërcitje kështu, sikur digjen ato gjethet e asaj thërpeles. A kërcitje që bën kripa, kur e djegim, apo? Me but se kërcitja e kripës. Kripa është e fort. Po më pak, më e zvogluar, 50% më pak. Dhe po ta shikojmë te pllaka e sobës, ajo merr si një ngjyrë të kuqe, dhe pastaj plas. Ose, shumë njerëzve që ju kemi dhënë këtë farën e matergonës, ju kemi thënë kështu, për të parë nëse kemi ose jo, aty pranë vendosim një pjatë me ujë, dhe sytë të na qëndrojnë kështu drejt që po të bjeri ai si krimb për shembull, të mos na bjerë mbi vatrën, po të bjerit e pjata. Edhe ato duket janë të bardha të vogla. Një mënyrë për ta lëshuar krimbin e sezonit lartë. Shumë interesante edhe kjo.